Çmimet e karburanteve në vend kanë pësuar një rritje të menjëhershme ditën e sotme. Ky shtrenjtim lidhet me tensionet e vazhdueshme në lindjen e mesme, ku vijojnë sulmet mes palëve, duke ndikuar në rritjen e çmimit të naftës në bursat ndërkombëtare dhe duke reflektuar menjëherë efektet edhe në tregun vendas. Konkretisht në pikat e karburanteve në Lushnjë, 1 litër naftë tregtohet sot me 214 lek nga 206 lek që ishte vetëm një ditë më parë. I njëjti trend rritës është vënë re edhe tek benzina, e cila sot ka arritur në 199 lek për litër, krahasuar me 189 lek që kushtonte dje. Kujtojmë se që nga shkrirja e bordit të transparencës, çmimet e karburanteve përcaktohen nga tregu i lirë. Si pasojë, çdo luhatje në tregjet ndërkombëtare reflektohet pothuajse menjëherë edhe në çmimet që paguajnë konsumatorët në vend. Kjo situatë ka gjetur të papërgatitur drejtuesit e mjeteve dhe bizneset lokale në Lushnjë, të cilët rrezikojnë të përballen me një efekt zinxhir në rritjen e kostove të transportit dhe më pas të kostos së jetesës.